Prokurori i shtetit Ljupço Kocevski tha se po bëhet intervestimi personave të arrestuar në lidhje me organizimin e koncertit të grupit DNK në diskotekën Puls në Koçan, ku rreth orës 3 të mëngjesit në një zjarr humbën jetën deri tani 59 persona me moshë nga 14 deri 25 vjeç dhe 159 për momentin janë të lënduar, prej të cilëve 18 janë në gjendje kritike. Të vdekurit janë nga Shkupi, Shtipi, Koçani dhe Propi Shtipi. Në lidhje me pyetjet e shumë të gazetarëve, sa njerëz ishin në koncertin e grupit DNK dhe sa ishte kapaciteti i lokalit ku mbajt koncerti, pastaj, nëse kishte aparate kundër zjarrit, numër të mjaftueshëm për evakuim në rast emergjence dhe pyetjeve për se u dha leje për funksionimin e diskotekës së improvizuar, Kocevski njoftoi se do t'japin informacionet e para pas përfundimit të hetimit. Hetim në vendin e tragjedisë po bëhen nga 3 prokuror, ndërsa 2 të tjerë po punojnë me personat e arrestuar. Kocevski tha se janë dhënë urdhra për mbledhjen e provave dhe për shumë veprime të tjera procedurale. Në një pyetje gazetarësh për mundësinë e ratisjes së të dyshuarve për këtë tragjedi të madhe, Kocevski u përgjigj se janë marrë masa që të mos ndodhë një gjë e tillë. Kocevski nuk tha se janë arrestuar dhe intervistuar, as nuk tregoi identitetin e tyre, duke lënë që këto informacione të shpallen nga prokurorët, të cilët së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme po udhëheqin hetimin paraprak, kur të kenë të dhëna dhe të sigurta dhe të sakta. Do t'i vëmë në dispozicion të gjitha kapacitetet e prokurorisë, do të angazhojmë të gjitha ekspertët, do të hetojmë se kush është përgjegjës për tragjedinë. Kërkohet përgjegjësi vertikale dhe horizontale. Hetimi nuk ka afat, do të vazhdoj derisa të përfundoj. Diskoteka Puls është vendosur në një shtëpi përdhes me një dritare me grila dhe një hyrje të vogël. Ajo është në një rrugë me shtëpi të dendura, sipas informacioneve të para, siç e tha ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski. Zjarri shpërtheu për shkak të mjeteve piroteknike që u përdorën për efektin e dritës gjatë koncertit të grupit DNK.